25 qershor, ngrihuni, luftoni për kombin tuaj. Në Hag është mbajtur samiti i NATO-s. Rama shpresonte që të përsëritej ajo që ndodhi në vitin 2018, kur tek darka që organizohet në këtë samite, u çua dhe tha që duhet të jemi mirënjohës për Donald Trump, për Amerikën, dhe ambasadori Bolton do të më thoshte që Trump e mban mend këtë. Dje përsëri kryeministri ynë nuk ishte serioz. Në darkën zyrtare nuk e la kush me atlete, ndërsa në foton zyrtare ishte me atlete. Janë komplekse inferioriteti, shenjat vetmisë të madhe, dhe në sallën ku kryeshin do të niste seanca e NATO-s, është parë i vetëm larg Trump. Me Albania i takonte të ishte afër Trump si kanë qenë dikur kryeministra apo president shqiptar. Në të dy rastet e fotografisë, në fotografinë e parë është në fund lart, foto zyrtare, dhe në foton tjetër brenda ambienteve të NATO-s është në rreshtën e parë por larg Donald Trump. Natyrisht që Donald Trump përzgjedh njerëzit që do të takoj dhe të cilët do të ketë afër. Në darkën, në tryezën e tij ishte Meloni. Pra e ka përzgjedhur ai. Me Trump ishte Hegseth, Rubio, ambasadori në NATO, por dhe ishte edhe shefja kabinetit. Personi më i fuqishëm i Trump, që ka shumë mundësi që nuk ka lejuar Ramën në konferencën e Meniut të takohet me zëvendëspresidentin J.D. Vance. Në samitet ndërkombëtare mund të lexosh qartë mesazhet që jepen thjesht edhe me gjuhën e trupit, me mungesën e takimeve dhe sjelljeve të atyre që janë pjesëtarë atje. E thash dhe dje që nga 32 antarë, Rama nuk mund të jetë shumë se niveli vendit 30. Trump ka mbajtur një fjalim të shkurtër, u duk sikur nuk është larguar nga artikulli 5, ne jemi me ata për çdo gjë, por përpara se të zbristen në Holland, në avion tha që duhet përcaktuar si e definon artikullin 5. Nuk i mbrojmë, por unë i kam miq ata. Të gjithë vendet e NATO-s donin që ta krijonin kënaqësi ndaj Donit, ndaj Trump, i cili kërkon 5% të GDP-s. Dhe sekretari holandez i NATO-s tha që fal presidentit Trump janë bërë 1 trilion shpenzime ose do të bëjmë shpenzime ushtarake. Ka një problem sepse 5% është deri në vitin 2035 dhe shumica e vendeve perëndimore që kanë GDP reale thonë 3.5 dhe 1.5 janë plotësuese ura. Kryeministri grek tha që nuk ka pse ne të paguajmë 5% dhe Spanja të marrë një udhëtim të lirë. Duhet të jetë e njëjtë për të gjithë. Ka drejt. Trump kërkon të paraqisë së fitoret të tij dhe natyrisht në qoftë se ata do të shkojnë te 5%, është pikërisht se u përulën përpara Trump. Por përpara se të nisej për Holland, ditën e nisi i nevrikosur sepse kishte rrjedhur një burim i inteligjencës së Pentagonit që thoshte që bazat e përpunimit të uraniumit nëntoksore në Iran nuk janë fshirë nga faqja e dhëut, dhe është Trump, dëmi mund të jetë i pjesshëm, uraniumi mund të ketë lëvizur dhe kjo goditje e madhe masive ka bërë që të shtyhet disa muaj programi bërthamor i pasurimit të uraniumit dhe përgatitjes bombës atomike. Trumpi ka filluar të shajë CNN, MSNBC. Problemi është ky, media e majtë e urren Trump. Askush nuk mund të jetë në gjendje që të definojë se çfarë ka ndodhur realisht me bombardimet amerikane të B-52. 15 ton një bombë është e tmerrshme. Por pa shkuar agjentët amerikanët në tokë pa e parë ose duke mbledhur informacione nga banorët apo duke përgjuar bisedimet e ushtarakëve të lartë iranian, të cilët do thonë se çfarë ka ndodhur,
nuk mund dalësh në këtë konkluzion. Natyrisht që Trump është hiperbolik, e donte si fitore të madhe. Ambasadori Bolton tha që ishte gjëja më e drejtë bombardimi. Por Trump e pas si mundësi për të përfituar i fiksuar tek çmimi Nobel. Nuk të riqet nga ajo. Madje ka përdorur dhe Kosovën, duke thënë që unë ndarova luftën Kosovë-Serbi. Ai armëpushimi midis Izraelit dhe Iranit, fillimisht Trump përsëri me hiperbola, ata e shkelën armëpushimin, nuk besoi se Irani dhe Izraeli do të gjejnë gjuhën e paqes. Sidomos pa pasur ndryshim regjimi në Iran dhe pa pasur një lider liberal demokrat dhe jo arrogant në Izrael. Ideja që makina me uranium kanë dalë nga baza nëntoksore nuk ka bazë sepse amerikanët dinë çdo gjë. CIA di çdo gjë. Në një mesazh që i kanë dërguar Khamenei kanë thënë: "E dim ku je, prano paqen, ndryshe do vi do të marrim." Tani nuk dim këta se ku nga shkuar makinat me uranium. Problemi është, siç e thash dje, që propaganda e vërteta fshihet, si nga Netanyahu, janë shkatruar me 10 ndërtesa të mëdha, edhe lagjen Tel Aviv, nuk thuhen. Edhe Trump, që është me hiperbola, po Irani është më skandalos. Fitore e madhe e Iranit, tha Khamenei. Izraeli u tërhoq, shkatruan përfundimisht bazën amerikane. Nuk është e vërtet. Trump tregoi vendosmëri. Mënyra se si të gjithë liderit e NATO-s vinin vërdall duke i lajkatuar, tregon që ndruen sepse Trump është i paparashikueshëm. Kinës nuk interesonte mbyllja e Hormuzit, sepse 50% e naftës e merr nga Irani. Dhe nuk e di se si do të sillet Trump më vonë. Rusia gjithashtu është tërësisht e përqendruar te Ukraina dhe nuk e di se si do të reagonte presidenti Trump. Fakti është që gjatë kohës që presidenti Trump është në Shtëpinë e Bardhë, Rusia nuk ka ndërmarrë në një pushtim, por e ka bërë me Bushin, e ka bërë me Bidenin, e ka bërë me Obamën, sepse Trump është i paparashikueshëm. Deklarata e djeshme që presidenti ka firmosur dhe ka zgjatur dhe një vit urdhrin ekzekutiv kundër korrupsionit dhe shkelësve të proceseve demokratike në Ballkan është një lajm i mirë për ata që aspirojnë ndershmëri, demokraci dhe largim nga mbështetja e Bidenit dhe Blinkenit me figurat që ishin profesorësit. Natyrisht kjo tregon që Departamenti Amerikan i Shtetit ka një vijshmëri, si e majta, si e djatha, këtu janë bashkë me probleme kardinale. Ndaj Ramës vazhdon heshtja e akullt. Kujtoj se duke bler Kushnerit do të blente akses dhe pretendonte edhe për ftesë në Washington. Zgjatja e procesit zgjedhjes është në dëm të tij. Natyrisht që duhet ditur se si të ndërtosh çështjen tënde. Mendimi im mbetet gjithmonë takime personale në Departamentin Amerikan të Shtetit. Kur nuk e njihni politikën amerikane, mos bëni gafë. Tucker Carlson, një nga figurat e mëdha të Fox News, ka qenë i ashpër ndaj kanalit, por dhe vetë presidenti Trump është i ashpër ndaj Fox News dhe thotë që maga e urren. Por Trump konsumon televizionin, jo faqen digjitale që se lexon askush. Është fakt. Dhe të gjithë gazetarët që kanë emisione nga Murdoch, pronari, donin që Amerika të bënte punën që nuk e bën dot Izraeli në Iran. Tucker Carlson i ka sulmuar, i ka thënë që Murdoch më ka kërkuar të garoja kundra Trumpit 2024, ka një ndarje tek maga. Trump fitoi zgjedhjet duke premtuar që nuk do të bëjë më luftra. Në Kongres janë ngritur disa zëra për impeachment, duke thënë që duhet autorizimi i Kongresit për të shkuar në luftë, por disa president këta e kanë shkelur. Trump, problemi i tij është ky që çfarë thot sot, nuk thot nesër.
në avion tha që nuk janë për mandat për artikullin 5, aty në takim dha një ide që do të jemi me ju deri në fund. E një dhe gjë për tarifat, 60 ditë kohë paqe me Iranin, duke u dhënë kohë mbase dhe për të hequr uraniumin, në qoftë se. Dhe ajo që ngjet është që Trump e ka ndërtuar kabinetin e tij jo me njerëz me përvojë, por njerëz që duken bukur në ekran. 30 vetë janë nga Fox News. Reality show. Dhe kjo e dëmton. Në rrethin e ngushtë që diskutuan për bombardimet, nuk ishte as sekretari i Pentagonit Hegseth, as kreu inteligjencës Gabbard, e cila për mendimin tim do të largohet. CIA dikur ka pasur një detyrë të madhe, thjesht rekrutim të agjentëve, mbledhje e informacioni, dhënie Senatit dhe Kongresit për të përpiluar politikat. Mbas 11 shtatorit është kthyer si shton drejtues, ish drejtues saj në një organizat paramilitare. Por bombardimi me B-52 tregoi që Amerika është forca më e madhe ushtarake. Natyrisht rritja e shpenzimeve do të ketë ndikim tek votuesit europian, të cilët nuk pranojnë të shkatrojnë shtetin e tyre sociale. Kam thënë, është shumë e vështirë në Europë të shpenzosh sa shpenzojnë amerikanët. Ndërkohë, ajo që quhet Golden Dome, për mbrojtjen e raketave në Amerikë, sepse Trumpit i pëlqen floriri gold që shkëlqen, por në fakt çeliku hekuri është më i fortë dhe jo floriri. Floriri është i butë tek tabela periodike. Janë dy lloj raketash, balistike dhe hipersonike dhe artillerie. Balistiket janë raketat që nga larg hidhen në stratosferë dhe bien me peshën e gravitetit. Në qoftë se radari e kap nga hidhet, e intercepton pa filluar rënja. Këtu amerikanët janë suksesshëm. Me hipersoniket është lloj tjetër. Jo çdo gjë interceptohet. Sepse mund vendosen me platforma të lëvizshme dhe ti nuk e di nga të vjen. Aktualisht Amerika e ka mbrojtjen kundër raketave. Kanë Groland, kanë bregun lindor, sepse janë drejtuar nga armiqtë e mundshëm që mund sulmojnë. Në qoftë do të bësh një Golden Dome, sikur të kesh armik gjithë botën. Mos dish se nga vjen. Dhe janë me qindra miliard dollar që do të shpenzohen. Bota është bërë bip trepolare. Amerikë, Rusi, Kinë. Fakt. Me Trump, askush nuk di se çfarë do të ngjas, si do të vendos. Por Trump e kam thënë është Jacksonian, pra më i mirë me armiqt, më i keq me miqt. Shpresoj që ndaj nesh të ketë sado pak vëmendje për të shpëtuar një kombë që mbahet peng nga ata që në selinë e NATO-s dërgojnë bijt dhe niprit e ish-byros politike. Është e turpshme që nga veshja si Karagjoz dhe ai delegacion që duket sikur janë ende me traktatin e Varshavës. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.